mos ndoshta kam një pyetje që lidhet pikërisht me këtë raportin e inteligjencës italiane. Mos ndoshta i fryn pak gjëra ndonjëherë Çollaku, mos ndoshta kjo inteligjenca italiane kërkon të na godase shumë nga godet italiane me këto operacionet. Neve domethënë nga njëra anë në pikpamjen e opinionit publik, po themi, duket si një e mirë e madhe goditen. Unë kujtoj edhe operacionin Ura vitin e kaluar në maj, një operacion i shumë debatuar. Mos ndoshta ajo ishte e fryrë për një pjesë të personave aty, nuk po them për të gjithë. Tani se për një pjesë vim te unë do të përmend një rast të operacioneve të shfryra, jo të fryra. Kujtoj në vitin 2014 në dhjetor dhe pastaj janar 2015, kur gjermanët ishin angazhuar shumë bashkë me amerikanët në hetimin e një dosje trafikut kokainës, laboratori i parë i kokainës në Shqipëri në Zipra. Dhe në këtë grup, gjysmë të cilit u lejua nga policia e shtetit të largohej dhe të ratisej, u ndihmua, jo lejua, u ndihmua. Gjendej në për foto, në për makina, në për transporte, vëllai kryeministit të vendit Olsi Rama. Po kjo është pa provuar në SPAK. Sigurisht që SPAK u doli me deklaratë zyrtare, nuk identifikohet dhe nuk është ai. I vi qëndrojmë te kjo ide që nga e përprovuar. Dhe në këtë episod kanë qenë dy prokurorë që janë marrë me çështën, Ervin Kondili dhe Olsi Çela, njëri tashmë prokuror në SPAK, tjetri prokuror i përgjithshëm. Pa kanë vazhduar karrierën për shkak të këtij suksesi të pakonfirmuar ligjërisht. Ç'ndodh? Në gjitha rastet, policia e shtetit, SPAK-u, gjykata, dhe këtu më bën habi. Ore si është e mundur? Andaj. Për këtë individ kanë nxjerrë, le të themi, konkluzionet se ky person me gjallësi kaq, me flokë të prerë shkurt, nuk po identifikohet se kush është. Nuk e di. Ndërkohë, media europiane, fallahu Allahu, në mbyllje të vitit të shkuar, në një shkrim të zgjeruar lidhur me trafiqet rajonale duke përmendur tek Shqipëria, ka dy gjetje interesante ku ata flasin duke u referuar dokumentave zyrtare dhe thonë: ne kemi pasur akses dhe kemi konsultuar dokumenta zyrtare ku provohet se Olsi Rama ishte pjesë e këtij ekipi të trafikut të drogës. Dhe jo vetëm kaq, po në këto artikuj të këtyre mediave serioze, thuhet që po sipas dokumentave që ne kemi pasur në përdorur dhe kemi aksesuar, Taulan Balla gjendet duke folur me trafikantët e drogës. Këta tani i kanë parë dhe i pas kanë njohur, ndërsa gjithë prokurorë, gjyqtarë, oficerë policie, mund të jenë të gjitha njerëz që kanë pasur në përdorur këtë dosje dhe nuk ja kanë vënë emrin këtij individi, që gjermanët e dinë shumë mirë që është, duhen të largohen nga sistemi për mos veprim. Kanë ndodhur në kundërt, ata janë shpërblyer, kanë bërë karrierë. Pse? Sepse kanë lënë rehat kreun e organizatës. Kryeministrin e vendit. Okej, kjo është çështje, domethënë e drejtësisë dhe unë do prirem të mos e komentoj për një arsye duke qenë se unë po vë përballë deklarimet institucionale, por dhe mediatike, të cilat referojnë dokumenta zyrtare. Dhe ata e pas kanë njohur. Pra gjermanët, belgët, italianët e njohin Olsi Ramën. Ne shqiptarët nuk e njohim. Po mira, është ky SPAK-u që po godet Ramën, është ky SPAK-u që po afrohet Ramës. Në rast se do të ishte kështu Çollaku, përse të mos e godiste edhe aty, për shembull Ramën, në rast se sepse jo më larg se vitin e kaluar doli të paktën me këtë idenë që, shiko, vllai kryeministit Olsi Rama, zoti Olsi Rama, nuk rezulton ai. Është kthyr policisë për veprime prapë. Kështu bën, ka marrë një taksi e brendshme aty që bën polici, prokurori për gjë që nuk duhet të bëjë. Se mos ta godiste kur po përpiqet t'i afrohet Ramës nëpërmjet ballukut të shtënë, dhe e ka pasur një rrugë më shkurt. Jemi në një situatë ndryshe. Unë kam pasur rezerva të cilën kam shprehur vazhdimisht për reformën drejtësisë, që ka qenë një çorë gatuar keq. Totalisht keq, edhe tek vettingu, histori pazaresh, të tuaj që ishin jo më larg se në Kosovë, në hetim, pra këta monitoruesit, për ushtrim ndikimit paligjshëm hetim nga Euleksi, këtu erdhën si dietar për komisionet e pavarura kualifikimit dhe kolegjit posaçëm të apelimit dhe trupën, le themi, kuponit drejtësisë së re, e cila vinte e shantazhuar. Përse? Të paktën 10 diploma të këtyre ekipeve, unë i kam aty që janë nga mesatarja 5 deri në 7.5. Dhe kushtetuta e hartuar për nga këta ligjbërësit. E kërkon 8 e sipër. E kërkon 8 e sipër. Përse ti e çon me këtë cen, le të themi. Me këtë kleq për të cilën në një zbulim rastësor nesër nëse ai nuk bindet, ti thua unë nuk e paskam ditur që ti që nge kështu duhet largohesh. Atë ky shkëmbim nderësh
Përveç të tjerë, është efekti Soros ka qenë një jashtëzakonshëm, themi tek reforma drejtësi. Ka shumë ndikoj? Apo ata ishin hartuesit, jo, ata ishin hartuesit, draftuesit, në faqen e tij që në 2015 ata kanë para 2 ditësh publikova dhe videon që kishin bërë ato për reformën drejtësi, se çfarë duhet bënin. Edhe në marrëveshje që kanë bërë me sekretarin e Konventit më herët, e kishin bërë ata. Si e bën ata? Draftimin ata, parat ata, marrëveshjet ata, po ne ku jemi? Atëherë, ta njerëz që paguajnë. Presin të mirë publike. Çfarë presin ata? Ne presin të mirë publike. Çfarë presin ata nga kjo pagesë? Akses. Ndaj them që ata kanë pasur aksesin. Dhe për të ardhur tek kjo vettingu, kujt ja lan, cilit subjekt, kush e mbikëqyr vettingun në Shqipëri? Një kompani kanalizimesh austriake. Onomaja? E ke online, po, Austrian Development, e cila merrte tendra për kanale ujëra të zeza në Afrikë. Ka marrë tendra në Shqipëri, pasi erdhi këtu. Nuk ishte keq, disa milionë euro. Pra këto po shiqet pak të një kompani e huaj që ka marrë tender se ky tani kërkon edhe hidraulik edhe jurist. Se ky merret me kanalizime. Çfarë do të bëjë reforma skema? Legji gjysma për tyre vini për dashnore, kanë pjell kalamaj te, kanë ikë narrativ pastaj ke videot e duke hargalisur në për Bregdet tu ku thret qameti. Po këtyre këta tonë mos? Po sigurisht që po. Dhe ka video sa duash për to, një pjesë janë publikuar, edhe niveli profesional e tyre ishte më poshtë se gjysma e magjistratëve që ata kanë rivlerësuar. Shumë më poshtë. Pra, këtu shoh mënyrën jo serioze. E qëllimshme po thua. Po e qëllimshme sepse nuk donin që se duhet pastrosh politikën që të prodhosh një drejtësi të pastër. Se një politikë ja kam thënë në fillim e kam qenë në një emision me 2 prej këtyre ideatorëve të reformës dhe kam sjellë shembull që 2 prindër me sida nuk pjellin një fëmijë të shëndetshëm. Ndaj mëkatet janë gjithandej në këtë sistem, por kthehemi këtu tek ndryshimi që unë kam një lloj optimizmi për ta shprehur, ka të bëjë me ndryshimin e administratës amerikane. Ne themi nuk është më efekti Soros në drejtësi. Rama ka humbur terren në ndikimin në strukturën e posaçme. Nuk ka dalë krejt nga loja, por ka humbur ndjeshëm terren. Jan Brau është në Bruksel kanë përshtypjen, në takim. Po, shumë e drejtë. Meqense po flisin për çështjet e terrenit ndërkombëtar. Po, ke drejt. Dhe ndërkombëtarët i keni parë edhe vetë shumë të angazhuar në raport me reformën drejtësie, edhe kur ajo ka çaluar, edhe kur ajo fillon të mëkëmbet, edhe kur tenton të drejtohet. Pra në të gjitha rastet, le të themi kanë qenë paterisa ndërkombëtare që kanë mbajtur të pashembur. Se për merakun e politikës shqiptare, e cila të dyja banon palëve në autobusin Selis Pak, nuk shoh në vullnet apo dëshirë të mirë. Vizita e zotit Brau është në Bruksel, ku janë një takim me përfaqësues të drejtësisë të vendeve të BE-s. Unë besoj se përveç kësaj ka edhe takime informale janë përfaqësues të përfaqësues të GKK-s në këtë event, por do të ketë besoj në këtë periudhë ku ndërkombëtarët, kryesisht gjermanët, zviceranët, holandezët dhe austriakët kanë qenë shumë radikalë, janë referuar çështjes të Balluku, pra rezistencës së gjatë dhe pengimit të drejtësisë që po i bën zoti Rama, ku ata e kanë të panegociueshëm pengimin e SPAK-ut. Amerikanët dhe Bashkimi Evropian, por këtë investim, pavarësisht të mira dhe që grafikut. Domethënë ankesat e zotit Brau do bënin dëm aty, kuptimin e gjës. E vërteta që duhet përcjell zoti Brau. E vërteta pra, po ta themi kështu se. Çmoj se ai duhet shkojë si përcjellës i ngjarjeve të vërteta dhe jo si kërkues i një ndihme mëshire. Vërtet është punë e vështirë atje. Ata prokurorë kanë një punë vështirë, janë 20 prokurorë dhe 60 oficerë të BG-s. Ka një punë shumë të vështirë, pavarësisht një trajtimi të merituar, por këtë punë të vështirë dhe këtë besueshmëri duhet ta kthejnë në rezultat. Secili prej tyre kanë kërcënime, kanë kanosje, kanë përballë fatkeqësisht jo vetëm grupet kriminale, por edhe pushtetin. Në vend që t'i kenë në krah e kanë përballë, sepse kanë ministrat të hetuar pa ndehur dhe në burg, kanë kryetar bashkisë pa ndehur dhe në burg, kanë oficerë policie pa ndehur dhe në burg, kanë kryeministër kandidat për të marrë pa ndehur dhe unë jam i bindur që do të ndodhë. Do ndodhë që Rama të merret i pa ndehur? Jam i bindur që ndodhë sepse hetimi për të ka filluar. Si ka filluar? Është dosja Balluku dhe dosja Akshi që e çon Ramën zyrtarisht në hetim.